Ky emision mundësohet nga Mirë mbrëma dhe përshëndetje miqtë e mi të dashur të Zoom, shumë shpejt u bë e premte. E mu po më duket shumë ngadalë sepse po ka shumë materiale ekskluzive që me shumë dashuri dhe energji pozitive po i përgatitim enkas për juve. Një falenderem përveç shikuesve besnik të Zoom, sigurisht që duhet me ju shku edhe atyre që kujdesën për veshjen dhe dukjen time. Faleminderit shumë Felicia Fashion, make-up artistës Zmajra, edhe një faqe që kujdesës si gjithmonë për këto aksesor të bukur që dimri na bojnë verë, shiu na bojnë diell e gjitha këto. Faleminderit shumë Be Vivid, mundeni ta gjeni këtu në linkun poshtë ekranit, jo në linkun fakt po është një logo këtu poshtë, e linkun pastaj tek storja e parë që do jetë e ftuar një këngëtare që i ka munguar shumë ekraneve shqiptare, e rikthimin ka vendosur me e bonë në Zoom pikërisht në rubrikën e parë rrëfim, bëhet fjalë për Kosovare Hasi. Ajo po ashtu ka treguar që pas 4 vitesh pritja do të bëhet së shpejti jo me një, po me 2 bebusha. Kosovari është në pritje të ëmbël të binjakëve, e për Zoom ka fol edhe për lidhjen familjare që ka me fituesin e Big Brother VIP Kosova, Drilon Rama. Këto dhe detaje tjera ju pret storja e parë. Muzikën e filloi në moshë të re, e inspirim e pati babajnë e saj që dhe ai është këngëtar. Bëhet fjalë për Skënder Hasi, për këtë herë intervistën do ta zhvilloj me kosovaren, e cila ka kohë që është dukur nga muzika, por deri te ky vendim ka ndikuar shumë rrethana. Pas vitet e fundit jam merr me biznes familjar, kam menaxhuar një kompani të burrit, dhe kështu që jam merr ma shumë ka biznesi. Ka pyet shumë femra për veshjen time personale kur jam postu si për fustanat, komplete ndryshme, stilin tem, dhe gjithmonë ka marrë pyetje ku e ke ble, ku e ke ble. Dhe vendosa me hap biznesin tem personal. Ideja ka qenë e kamotshme, por që 4 vite e kam online dhe është duke ecur mjaft mirë dhe mendoj të ardhme në takim edhe butikin shumë shpejt, do t'jeti praneshëm në Prishtinë, ku mund të kenë adresën të vinë edhe live të shohin stilin e këhi dresit, që e kam me inicialet e mia. KH? Po, këhi dres. Viti 2025 ka filluar mbar për të dhe kjo është gjëja më e bukur që i ka ndodhur. Viti 2025 ka qenë më i veçantë për mua sepse e ka kuptu në fillim vitit 2025 që jam shtatzon, në pritje të ëmbël dhe na ka beku Zoti me 2 binjak. Bashkë në momentet kur nuk e pret, e ndodh mrekullia e Allahut, kështu që ndodhi atëherë kur nuk e prita dhe mendoj që në kohën e dur, bashkë tani jam e përgatitne për në qenë nënë e përkushtune. Kosovarja mendon se të qenurit një grua e zonja dhe përkushtuar në familje, ka dhe vështirësit e veta. E thekson se është sfiduese të jesh e pranishme edhe në skenë, e në anën tjetër të presësh me i rrit jo 1, por 2 bebusha. Ajo ndoan me shikuesit e në Zoom momentin kur e kuptoi se do të bekohet me binjak. Për çdo femër mendoj që është një pritje e ëmbël është shumë e veçantë sepse qifti kur të martohet gjithmonë pret mu beku me fëmijë, sepse fëmija janë shumë të rëndësishëm për një qift dhe kështu që është një ndjenjë për mua shumë e papërshkrueshme dhe e veçantë. Na e postuam fillimisht me familjen e ngushtë, banëm surprizën e gjinis dhe e postuam në rrjetet sociale dhe
mrena 10 minuta, kanë shkru shumë mesazheve përveç shoqërisë ngushtë familjarëve, kanë qenë edhe mesazhe nga njerëzit që vetëm që me njohin si kosovare, po ne nuk i njoh, me kanë uruar mjaft me fjalë të mira dhe të bekune. Kështu që jam një tepër mirë, sa që halo akoma jam duke ju kthyer falënderimet sepse ka shumë mesazhe të shumta. Për këtë tema e shton se jeta publike e ka penalizuar pak në privatësi, por në fund e zgjedh familjen si gjën më të shenjtë. E bile nuk do ta kishte fare problem nëse në të ardhmen e largët, dy voglushët e saj do të bëheshin artist. Kosovarja vazhdon të potencoj faktin se fëmijët duan për kraje e jo me ua imponu profesionin dhe rrugën që duhet ta ndjekin. Lidhja jonë është 15 vjeçare, lidhje fejes martesë, kështu që martesën e kam shty për arsye të karrierës dhe të shkollimit dhe kam vendos kur t'i përfundoj të përgatiten për martesë, u martuam në kohën e pandemisë me një dasëm shumë të mirë, modeste, me familjarët tonë të ngushtë. Ka qenë një dasëm shumë e veçantë, e kena bë për çefin tonë, edhe në kohën e pandemisë, ku mbahet mend një periudhë shumë e vështirë për gjithë botën, e papritshme ka qenë për të gjithë, kështu që e krym në vitin 2020 martesën e korrizuam. Pse? Pse menduam pak u liruam nga pandemia, ishte një periudhë kohore që kishë mundësin dasme me bë në abort, sepse në restorane nuk u bajshin akoma, për shkak të virusi ishte akoma aktual këto, dhe vendosëm në abort me bë, sepse erdhi koha mu bashku qifti pas shumë viteve, edhe u bashkuam dhe e bona edhe one një kanagjesh të vogël, edhe burri një dasëm shumë të mirë të vogël dhe kaluam shumë mirë. Të kalojmë tani te karriere bujshme saj, hasi ka qenë prezente në dasma dhe ahengje të ndryshme familjare, po për shkak të shtatzanis këtë vit, ani pse pati goxha data, ju desh t'ja anulonte dhe depërtimi në muzik e pati në një kohë kur jetët sociale nuk ishin edhe aq të pranishme. Kosovare hasi, a më do? Her ka qenë mundësia më ndryshe për me arrit në karrierë, tash është shumë më e lehtë. Atëherë ka qenë më e vështirë, televizioni ka pas më pak, portale dhe rrjete sociale ka pas më pak, tani janë të gjitha të aktivizuar ku i përdorin gjitha moshat dhe ki mundësinë në çfarëdo profesioni që ti punon e ki mundësinë me arrit shumë shpejt përmes teknologjisë që e përdorin. Tani mendoj që është shumë ma lehtë me depërtu në muzikë, por mendoj që talenti dhe zëri gjithmonë ecë përpara. Ka pas atëherë këngëtar dhe këngëtar që kanë qenë atëherë gjithmonë kanë qenë këngëtar me merita dhe me vlera. Edhe tash kemi këngëtar profesionist dhe shumë të mirë, 3 edhe 2 vjetër, por ka këngëtar të shumë që thjesht e kanë edhe si dëshirë të jenë këngëtare, punojnë atë drejtim shumë, bojnë emër, por ndoshta nuk i kanë gjitha gjëra që duhet i mi pas një këngëtar zonin, tjetë shumë me gjitha gjërat e kompletune për me kanë artist në skenë. E përmendëm në fillim të këtij rrëfimi që për krajen më të madhe hasi e mori nga babai i saj, i cili njëherësh është këngëtar. Kjo është pjesa më e rëndësishme kur një femër, sidomos në tregun e muzikës, duhet të ketë krah gjithmonë një familjar, e sidomos ai me kanë prindër që e ka kalu rrugën e muzikës dhe ma ka shtru mu rrugën e muzikës në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë e kam pas shumë atlet mu kyç në këtë rrugë, sepse babai im mi ka hap dyrë çdo kënd dhe është krahë i djathtë ime. Edhe në muzikë, edhe në çdo gjë që unë e realizoj në jetën tem, gjithmonë e kam krah djathtë. Tash, pasi jam martu, edhe burri më përkrah shumë në çdo aspekt, kështu që i kam 2 persona afër që më bajnë muni shumë mirë dhe më përkrajnë çdo gjë që unë vendosit të punoj. Prej 5 fëmijëve ka pas qef që njëri prej tyne tjetë rrugës babot dhe vendosa unë Sugarica t'jem rrugës
të muzikës, kështu që normal që muzika nuk është rrugë e lehtë hiç, është rrugë mjaft e vështirë, duhet me punu shumë dhe duhet me pas kujdes shumë, si me bashkëpunëtor, si në çdo gjë që realizon. Kështu që baba ma ka dhënë këshillën t'jesh vetvetja, të punosh fort dhe t'jesh bashkëpunuese dhe t'japësh shumë dashni për njerëzit ty që dojnë. Por jo vetëm babajn e ka personazh të njohur publik. Drilon Ramën e ka nip dhe nuk e ka kursyer asnjëherë vetën nga përkraja në rrjetet sociale. Ajo për emisionin Zoom ka zbuluar një detaj interesant nga privatësia e fituesit të Big Brother VIP Kosova 3. Normal, më kanë shkru shumë njerëz, edhe sidomos gjinia femrore më ka shkru mjaft shumë. Drilonit i këna dho për kraje shumë të madhe na familja june madhe, sepse e ka meritu dhe është një perfekt, edhe une ju më përkushtu shumë për kraje ndaj Drilonit. Për fund, Kosovarja ka bërë një premtim publik. Ajo do të rikthehet dikur me projekte të reja, e deri atëherë shumë suksese për të. Mendoj një balat mirë, sepse është një pritje për mua 4 vjeçare, për mu bonan, është një ndjenjë shumë e veçantë dhe kisha pas dëshirë m'ja bo një dedikim fëmijëve të mi. Dhe i përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë, gjitha dhurus të mi kudo që janë, dhe do ju them që Kosovarja është shumë mirë, shumë e lumtur, dhe do jem shumë aktive në të ardhmen edhe në muzikë, edhe në çdo gjë që une kam dëshirë me arrit, do t'jem shumë e pranishme dhe afër tyre.